Shërbimi i sigurisë e Ukrainës raportoi të dielën se mbi 1/3 e gjithë transportuesve raketor rus janë goditur në një sulm të koordinuar me dron që synonte baza të ndryshme ajrore në Rusi, të vendosura mijëra kilometra larg njëra tjetrës. Sipas mediave të huaja, deri më tani dihet se janë goditur më shumë se 40 fluturake, përfshirë avionat A-50, Tu-95 dhe Tu-22M3, duke shkaktuar dëme të përgjithshme prej rreth 7 miliard dollarësh për Rusinë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se operacioni i rrjeti i Merimangës kishte dhënë një rezultat absolutisht të shkëlqyer, i cili u arrit vetëm nga Ukraina. Presidenti i Ukrainës gjithashtu ndau më shumë detaje se si u krye operacioni, duke shpjeguar se ishin përdorur 117 dronë, secili me pilotin e vet. Gjëja më interesante dhe ne tashmë mund ta themi këtë publikisht është se zyra e operacionit tonë në territorin rus ndodhej pikërisht pranë FSB-s, pra Shërbimit Federal të Sigurisë të Rusisë, në një nga rajonet e tyre, tha ai në një postim në Telegram. Në një goditje të madhe për shërbimet e sigurisë së Rusisë, Zelensky theksoi se Ukraina arriti jo vetëm të ekzekutonte operacionin, por edhe të tërhiqte në mënyrë të sigurt njerëzit e përfshirë. Ata po vepronin në rajone të ndryshme ruse, në 3 zona kohore. Operacioni ynë më afatgjat, njerëzit tanë të përfshirë në përgatitjen e operacionit u dërhoqën nga territori rus në kohë, shpjegoi ai. Zelensky tha se Kievit ju deshën një vit, 6 muaj dhe 9 ditë nga fillimi i planifikimit deri në ekzekutimin definitiv. Ai falenderoi kreun e Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës, generalin Vasil Malyuk, dhe i kërkoi atij të zbulonte detajet dhe rezultatet e operacionit për publikun. Sigurisht jo gjithçka mund të zbulohet në këtë moment, por këto janë veprime ukrainase, që padyshim do të jenë në librat e historisë, shtoi presidenti. Ukraina po mbron veten dhe me të drejtë ne po bëjmë gjithçka që Rusia ta ndiejë nevojën për të dhënë fund kësaj lufte. Rusia e filloi këtë luftë, Rusia duhet ta përfundojë atë, shkroi Zelensky. Edhe pse Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës nuk ka zbuluar më shumë detaje në këtë fazë, mediat në atë vend raportojnë saktësisht se si u ekzekutua operacioni duke ju referuar burimeve brenda SBU-s. Sipas këtyre raporteve, dronët u kontrabanduan thellë brenda Rusisë dhe u fshehën brenda kamionëve në kabinat e lëvizshme prej druri. Çatit e kabinave u hapën më pas nga distanca dhe dronët vazhduan të nisnin sulmin e tyre ndaj bombarduesve ushtarak rus. Guvernatori i Irkutskut të Rusisë, Igor Kobzev, konfirmoi se dronët që sulmuan një bazë ushtarake në Sredini të Siberisë u nisën nga brenda një kamioni. Në një postim në Telegram ai tha se vendi nisjes ishte siguruar dhe nuk kishte kërcënim të mëtejshëm për jetën e njerëzve. Media ruse raportuan gjithashtu se sulmet e tjera u nisën në një mënyrë të ngjashme me dronë që dilnin nga pjesa e pasme e kamionëve. Operacioni i rrjeti i Merimangës nuk ishte operacioni i parë jo konvencional që kryhet nga SBU-ja ukrainase. Në tetor 2022 ata goditën urën e Kerçit, e cila ishte ndërtuar ilegalisht nga Rusia pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. Shpërthimi në të cilin autoritetet ruse thanë se u shkaktuan nga një bombë kamioni, dëmtoi rënd urën që lidh Krimen e pushtuar nga Moska dhe Rusinë. Synimi i bombarduesve rus, të cilët kanë kryer sulme masive me raketa në qytetet ukrainase, më parë konsideroi pothuajse i paimagjinueshëm. Moska ishte siguruar që t'i mbante ata larg rrezës së veprimit të anëve të Kievit, si të prodhuara në shtëpi ashtu dhe të furnizuara nga aleatët. Siç kujtojnë mediat, baza ajrore Olenia ndodhet në rajonin Murmansk të Rusisë, rreth 2000 kilometra nga kufiri me Ukrainën. Baza ajrore Belaja ndodhet në rajonin Irkutsk të Rusisë, në Siberin juglindore, mbi 4000 kilometra në lindje të vijës së frontit. Dhe këto dy aeroporte ishin ndër më të goditura gjatë operacionit të së dielës. Një tjetër aspekt i dukshëm i operacionit të rrjeti i Merimangës ishte zgjedhja e armëve. Kievi përdori dronë FPV, të cilët prodhohen në Ukrainë me masë dhe përdoren gjerësisht dhe vlerësohen nga ushtria për shkak të çmimit të tyre të përballueshëm. Dronët FPV zakonisht kushtojnë vetëm disa qindra euro, ndërsa një aeroplan rus zbulimi me radar A-50, i cili thuhet se u godit sot së bashku me aeroplan të tjerë, kushton mbi 300 milion euro. Këshilltari presidencial i Ukrainës dhe ish ministri i industrive strategjike, Oleksandr Kamishin, ka thënë se prodhuesit ukrainas kanë kapacitet për të prodhuar mbi 5 milion drone FPV në vit.